Shikues të nderuar të kanalit të 7 dhe emisionit POV Nacionale, jemi këtu me emisionin e 23 me radhë të POV Nacionale, pra emisionit që është prodhim i Gazetës Nacionale. Sot jam pa Arbrin për disa shkaqe e arsye që kam i shpjegu vetë Arbri kur të vjen në episodin e radhës. Të dielën që e lam pas, mbarun pra zgjedhjet nacionale u mbajtën, dalja ishte ult, pat këza shumë kritika, edhe krejt partit po mundohen me lexu këta sa kanë dështu partit, do më thonë subjektet politike, me ofru një program të besueshëm për qytetarët, apo çka ndodhi pse qytetarët e evituan ose neglizhuan daljen për me votu. Ndoshta edhe shkuarja në zgjedhje tepër shpesh i ka bo keq, pra kjo është një përgjegjësi që duhet me marrë gjitha partit politike, sepse të njëjtat nuk e kanë gjetur një pajtim për procedura dhe për me zgjedh ata që na përfaqësojnë shtetin. Kështu që po besoj se këto zgjedhje kanë treguar që qytetarët po dojnë që partit politike me ullë, me zgjedhë një konsensus mes veti, edhe me bo një marrëveshje politike për pozita si për presidentin apo edhe për qeverin. Tashmë, qysh jemi deri që tash, do më thonë në këtë diell që jemi duke folë, pasi që emisioni xhirohet të premten dhe transmetohet të dielën, në momentin që ju po e shihni, janë ende duke u numëru votat e diasporës, votat me kusht dhe votat me post. Por, prej asaj që dim deri më tani, rezultatet zyrtare nga KSZ-ja që kanë thojnë, është vetëvendosja deri më tani me votat që janë numëru në Republikën e Kosovës. Pra janë numëru gjitha votat, 100% e kutive të votimit, vetëvendosja prin me 23.11%, që i bie në ulse, me përkthy në ulse në Govend, i bjen që i merë 29 ulse, deri më tani. PDK-ja 29.05%, i bjen 24 ulse, LDK-ja 17.07%, 19 ulse, AOK-ja 7.27%, 8 ulse, dhe kështu, do më thonë me radhë lista sërbe dhe këto komunitetet, pastaj me radhë dhe ulset e garantura që i kanë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Çka po du me unal, është top 10 e partive politike. Me këto vota që janë numëru deri më tash, radhitja po shkon kështu. Tek lëvizja vetëvendose, po i shoh këtu në laptop, tek lëvizja vetëvendose prin Albin Kurti, me 235.621 vota. Pastaj është Glau Konjufca, Albulina Aziu, Hekuran Murati, Donika Gërvala, Gjelal Svesla, Avni Dehari, Hajrullah Qeko, Mimoza Kusari Lila, Ejup Macedonci. Pra, Ministri Ejup Macedonci është i 10 në listën e vetëvendosjes. Ndërkas, te Partia Demokratike prin Bedri Hamza me 112.000 vota, pastaj përparim Gruda është i 2 me vota, Arjan Tahiri i 3, Uran Ismaili, Vlora Citaku, Saleh Ashari, Ganimete Musliu, Arben Mustafa, Enver Hozaj edhe Rahman Rama. Pra, që kjo është top 10 e Partisë Demokratike të Kosovës. Tek LDK-ja, munden me pa këtu, Vjosa Osmani është me 77.000 vota si prirëse e listës, pastaj Lumir Abdiziku është me 69.997 vota, Daur Sakica Gjelili është me 55.000 vota, Hykmete Bajrami me 23.000 vota, Avdullah Hoti 39.000 vota, Kujtim Shalja 33.523 vota, Uk Rugova, Anton Quni, Lutfi Aziri dhe Armen Zemaj. Pra që kjo është top 10 e LDK-s. Nëse shkojmë tek Aleanca i kemi kështu. Ardian Gjinin, Ramush Haradinajn, Daud Haradinajn, Besnik Tahirin, Bek Berishajn, Burim Ramadanin, Time Kadriajn, Agim Qekun, Albert Olaj, Albana Bytysi, pra qëto janë, do më thonë, top 10 e AOK-s. Përveç se edhe në fasën e KSZ-s mundeni me pa, për shembull Burim Ramadani, ani pse është i 6 për ka votat, nuk hen shkaki kotës gjinore, pra nuk ka siguru ende ulse, vetë se, do më thonë, Daud Haradinaj ka lajmëru që ka me liru vendin e ti për dikë tjetër, prej AOK-s, kështu që besoj që prap Burim Ramadani ka me siguru një ulse. Shkaki kotës gjinore, pra deri më tash KSZ-ja të regon që në Kuvend kanë siguru vend Ardian Gjini, Ramush Haradinaj, Daud Haradinaj, Besnik Tahiri, Bek Berisha, Time Kadriaj, Albana Bytysi dhe Teuta Haziu. Qëta për e në emrat e AOK-s,
Ardian Xhini dhe Daud Haradinaj tashmë veç kanë lajmëruar se kanë me liru vendin e tyre për dikë tjetër. Qëtu e më paka shumë pra të vdhejqet deri që tash, pra me votat që janë numru në Kosovë. Tash kanë me u votu edhe, kanë me u numru edhe votat prej diasporës, ato me kusht, me post, edhe pastaj e kemi një rezultat përfundimtar, pra se sa është përqindja që i kanë fitu subjektet politike në zgjedhjet e 7 shkurtit. Megjithatë, në ditën e zgjedhjeve, gazetarët e Gazetës Nacionale kanë qenë në përgjitha rajonet e Kosovës pothuajse për me i mbulu ngjarjet prej rajoneve që kanë qenë më të rëndësishme. Ka pas problematika, ka pas ankesa, ditën e kemi fillu me disa ankesa të qytetarëve në Prishtinë, Fushë Kosovë, Drenas, Skenderaj, ku shenjat në gishtat e tyre që janë vendosur kur kanë shku me votu, jenë largu tepër herët edhe qytetarët kanë shprehë shqetësimet e tyre. Shikoni fillimisht këtë video që e kemi realizu une saktësisht, edhe e kemi provu edhe tek një kolege këtu në Zyre në punë, pasi që prej terenit veç na i dërguan disa foto që qytetarët po ankohen për të njëjtën gjë. Ndjekni fillimisht storin. Hajde e provojmë këtu e fshim edhe shenjen gisht që e komunët vendosër, kur po fshiet. Kanë kalu disa orë prej fillimit të procesit zgjedhor, kanë nisur ankesat e para të qytetarëve të cilët kanë shprehur shqetësime për shenjat që janë vendosur në gishta në vendvotimet ku kanë votuar. Qytetarët kanë deklaruar se boja ose shenja e vendosur në gisht po largohet shumë lehtë. Kjo është një video që na ka dërguar një lexues i Gazetës Nacionale nga komuna e Fushë Kosovës. I njëjti rast i ka ndodhur një qytetari tjetër që ka votuar po në këtë komunë. Rastet e ngjashme na janë lajmëruar edhe nga komuna e Prishtinës në vendvotimet në Matiçan dhe komunës së Skenderajt. Mos harrojmë që rastet e tilla u patën lajmëruar edhe në zgjedhjet e 2025-s, pra të vitit kaluam, kur KQZ-ja kishte deklaruar se shenja e vendosur në gisht nuk është vetëm masë e sigurisë, por që gjatë këtyre zgjedhjeve po duket se ankesat e qytetarëve janë shumë të mëdha në numër. Hajde e provojmë këtu e fshim edhe shenjen gisht që komunët vendosur kur kanë votu në vendvotimin këtu te shkolla Pavarësia në Prishtinë. Okej, kjo është shenja domethënë që mu ka vendosur te shkolla Pavarësia në lagjen Matin Ne ose rrugën Muharrem Feza. Po fshihet. Domethënë është me facolet lakt. Tu e provu. Po, do më thane ka një farë, nëse mundohë shtu, po fshihet shumë ma letë, se sa hera të kalume që s'ke mujtë me fshi 2-3 ditë. Që në tash edhe të një kolege këtu, sa letë po largohet shenja, nëse mundohë 2-3 herë e fshin krejt. Okej, na kemi dërgu pyetje edhe te KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që me pas se çka po thojmë për këtë çështje, edhe a kanë pranuar ankesa prej qytetarëve. Normalisht ja kanë nisur me na u lajmëruar qytetarë që janë gatshëm edhe me fol për Gazetën Nacionale, kështu që ndisni Gazetën Nacionale gjatë ditës së sotme dhe shohim se çka po thojnë edhe prej KQZ-s, ose nëse policia e prokuroria kanë nisur vetëm me mbledh informacione rreth kësaj çështje. Për këtë pjesë, KQZ-ja shpjegoi, domethënë e ka sqaruar edhe në zgjedhjet e kaluara që jo vetëm shenja në gisht është masë e sigurisë për me siguru një votë, ose me kanë të sigur që nuk mund të dikush me kes përdor votën e dikujt. Kështu që nuk paraqitin ndonjë problematik të madhe, nuk ndërmarr diçka ose hetime me nis ose diçka e tillë, nuk pati diçka zyrtare, të paktën deri më tash çka dim. Problematikën e dytë me cilën hasëm ditën e zgjedhjeve ke lajmërimi vetëm Berishës, kallëzimi penal që ja buni Elbert Krasniqit në polici. Shikoni pak a shumë çka ndodhi edhe prononcimin e vetëm Berishës për gazetaren ton Eriola Cacaj. Që sigurimin ministrit e ka pru këto sigurimin me syza. Kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane Vetëm Berisha ka bërë një denoncim në policinë e Kosovës, saktësisht në stacioni policor këtu në Pej, ku ka ngritur disa pretendime që ministri në detyrë Elbert Krasniqi në orët e hershme të mëngjesit në një katon të Pejës është munduar që të bëjë ndikim tek qytetarët për të votuar. Pak a shumë mundi me njekë dhe prononcimin që zotri Berisha e ka dhënë për Gazetën Nacionale. Sot në orët e hershme të mëngjesit ka marrë disa telefonata ku banorët e fshatit Prestovik, i cili është fshat nga komuna Pejës, i banon kryesisht me komunitetin egjiptian,
më kanë thirrë dhe më kanë kërkuar që të angazhohem sepse janë nën presion edhe e kanë në oborët e tyre ministrin bashkë me bodyguardin e tij, bashkë me një kryetar dege që i bike për afërsisht rrethorës 7:20 ka qenë veç nëpër atë lagje. Dhe normalisht ata nuk janë di mirë, janë dirë të nën presion, edhe nuk e kanë dëshiruar një moment tillë për shkak se dita zgjedhjeve është 12 orë dhe prej 7 në 7 dhe nuk ka qenë as pak rregull që ministri me udhëzim në oborët e banorëve në atë kohë, për faktin që dita është e gjatë dhe ata mund të shkojnë vetë votojnë. Tani jemi në proces, unë kam denoncuar rastin, kemi pamje, dhe pamjet nuk janë as pak mira kur shihet një person i bodyguard i ministrit i uniformuar shihet nëpër familjet e komunitetit egjiptian, dhe kjo vërtet prej një ministri dhe një kryetari ose një përfaqësuesi të këtij komuniteti me pas me ju çu personat pa njohur është e padrejtë dhe e panevojshme. Unë po mendoj që ky ministër i ka pas 60 punë për to dhe ka mujt me i bind njerëz me punën e tij. Dhe jo në ditën e fundit në forma tilla, dhe unë normalisht po vaj punën time. Unë konsideroj që ka shkelje të gjitha rregullave për zgjedhjet, ka shkelje të kjo është zgjedhore, domethënë sepse në kohë kur ka filluar votimi ministri ka qenë nëpër oborë dhe normalisht unë po shfrytëzoj drejtën time dhe kjo tash i mbetet institucioneve drejtësisë me thon fjalën e tyre. A mundi me ditë se çka deri ku ka arrit rasti tashmë që edhe e keni denoncuar në polici, a i keni dorëzuar të gjitha dëshmitë dhe a ka dëshmitar që janë ty e jap intervistën e tyre tashmë? Po, ka pamje, ka dëshmi, ka njerëz që deklarojnë sakt presionin që ju ka bë, shantazhi që ju ka bë, presioni i formës edhe të llojit të kërcënimit, sepse në një farë mënyrë ata me gjuhën që kanë folë ka qenë detyruese për ta, dhe normalisht vetë prezenca e njerëzve të panjohur edhe vetë prezenca e një ministri në atë kohë ata janë ndjerën presion dhe unë i admiroj për shkak që kanë vendosur mi denoncu, kanë vendosur mi bë publike sepse në një presion përballë njerëzve të tillë normalisht që këta e kanë bërë me shumë guxim këtë punë. Pasi që dëgjuam edhe pretendimet e ngritura nga zotri Berisha, tani do mundohem që të marrim edhe një prononcim nga stacioni policor i Pejës, saktësisht nga zëdhënësi Fadil Goshi. Policia më njëherë ka dalë në vend zjarjes, ka fillu të trajtoj rastin e ka trajtuar hetuesit renal në koordinim me prokurorin e shtetit. Pas përfundimit të procedurave, prokurori ka konstatuar se nuk ka elementet e veprës penale për të iniciuar rastin mbetet në shënim zyrtar, rasti vazhdon të hetohet prapë. Sipas informacioneve, zotri Krasniqi, ministri në fjalë, është intervistuar nga policia, po? Po, është intervistuar. Edhe ankuesi, të thotë, mos them viktima, ankuesi edhe zoti Krasniqi, dëshmitar të tjerë, si që thash, hetuesit rajonali kanë kryer intervistat, ka qenë edhe prokurori i shtetit, ka konstatuar se nuk ka elemente të veprës penale. Këto ishin edhe informacionet nga stacioni policor i Pejës, ku e intervistuam zotri Fadil Goshin, zëdhënësi i stacioni policor në Pejë, ku bëri të ditur që edhe zotri Krasniqi, ministri në detyrë, është intervistuar në lidhje me rastin. Ne gjithashtu kemi dërguar edhe pyetje tek ministrin në detyrë Elbert Krasniqi për të marrë edhe një prononcim nga ana e tij lidhje me pretendimet e ngritura nga kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane Veton Berisha, mirë po i njëjti nuk ka kthyer përgjigje. Një problem tjetër jashtë këtyre të politikanëve mes veti, që kanë herë në publik shihen sigur çështje interesit të tyre, më shumë se sa problematika tamam objektive ose që i kam për me luftu një dokuri të tillë. E patëm një rast në Skenderaj ku një i moshuar pati problem me shikim, pra kishte shikim të dobët, edhe asnjëri prej vëzhguesve nuk guxoi kemi u afru me i dhënë ndihmë shkaku i ndryshimeve ligjore që ka ndodhur në ligjin e ri për zgjedhje, edhe rregulloreve mbi të cilat funksionojnë pra vëzhguesit. Ndjek në storin edhe ndjek në prononcimin e të moshuarit. Jam konë të mjeku ballë, po nuk shahaj ma dha një farë me qitë shtu në sy, po s'moj qa me dalu. Nuk mund të kërë se s'kemi nevojë me lezu, një vikime. A peshe, tu, ja te ka tu.
Po, s'po shoh me sy, thash du më mnimu se s'po shoh, këta thanë s'kem drejt, pa lë qatë letër, pa në nëshkru e shtine në kufert që aty. Qëto ishin problematikat ma kryesore të ditës, pra të moshuarit zakonisht që nuk kanë pas mundësi ose me shkrujt, nuk kanë dit me shkrujt, ose nuk kanë pa mirë ose diçka e tillë, nuk kanë guxu me himin e shoqërues në tek kutit e votimit, sepse kështu thot rregullore dhe ligji ndryshimet që kanë ndodhur pra në rregullore dhe ligj të ri. Që kjo paka shumë ja u ka pa mundësu edhe shumë të moshuarve mos me mujt me votu, sepse të njëjtve ju ka kërku një dëshmi që ata nuk din me shkru e me lexu, edhe që i duhet ndihmë ose asistencë prej dikujt familjarve ose dikujt aty në tek dhomat ku veç kanë hyper me votu tek kutit e votimit. Çka ndodhi tjetër? Në orët e vona të mbrëmjes u lajmëru për një rast në Gjakov, edhe fillimisht në media u raportu që kanë pas diçka problematik disa fëmijë të ri të mitur, kanë pas probleme me zveti shkaku i politikës, më vonë u dëshmu që nuk ka qenë problematika, nuk ka nis mes fëmijëve shkaku i bindjeve politike, ka nis për krejt diçka tjetër, pastaj këtu përfshetën disa familjarë edhe si pasoj një person mbeti i vrarë dhe 3 të tjerë të plagosur. Shikon historin edhe raportimin me detajet e asaj nate. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur rreth orës 21:30 në Gjakov, ku një person është vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur. Ngjarja ka nisur, dyshohet se ka nisur pas një përleshje mes disa fëmijëve, ku pastaj janë përfshirë edhe familjarët. Sipas policisë dhe sipas informacioneve që i ka konfirmu policia deri më tani, të lënduarit dhe i dyshuari janë duke marrë trajtim mjekësor në spitalin e Gjakovës, pra i dyshuari është në spital në mbikëqyrjen e zyrtarëve policor. Gjatë përleshjes dyshohet se janë përdorur armë të ftohta si thika dhe mjete të tjera të forta. Viktima ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve të marra nga përleshja, ndërsa 3 të plagosurit po vazhdojnë të jenë në mbikëqyrjen e stafit mjekësor në spitalin e Gjakovës. Për çdo të re dhe informacion të ri nga policia rreth këtij rasti, vazhdoni me na ndjek në Gazetën Nacionale. Kjo story tashmë është sqaru për publikun, edhe familjarët që kanë folur për media të tjera përpos Gazetës Nacionale kanë treguar që nuk ka qenë arsyeja e konfliktit mes të miturve pra bindjet politike. Kështu që nuk ka qenë për bindje politike, ka qenë për krejt diçka tjetër, ato janë përfshi pastaj familjarët edhe si pasojë veç se e pam se çka ka ndodhur deri më tash. E mira është që policia tashmë e ka evidentuar edhe sulmuesin, edhe të dyshuarin, pra i njëjti ka marrë ndihmë mjekësore në spital e pastaj është dërguar edhe në stacion policor ku po vazhdon me qenë në paraburgim. Çka ndodhi tjetër në natën e zgjedhjeve, pra pasi veç dolën rezultatet preliminare në fazën zyrtare të GSZ-s, vetëvendosja dhe në krye me Albin Kurtin, pra i ftuan qytetarët me dalë me festun në shesh. Pasi dolën rreth orës 11 ose 11:30, Kurti u vënu për me u paraqit në skenë, edhe sipas asaj që ne e morëm vesh, kjo ka qenë njëra prej arsyeve, pra ka qenë që pjesëmarrja ishte pak e ulët. Pra derisa janë mbledhur më shumë qytetarë, tjetër as qytetar, atëherë ka dalë Kurti në skenë edhe ka fol si fitues i zgjedhjeve, ani pse ende nuk po dihet rezultati përfundimtar ose a kam ju dasht Kurtit me marrë dikon në koalicion. Kjo nuk po dihet ende, por megjithatë po më duket që të gjitha partitë kanë festuar natë. Vjosa Osmanin e pam që doli edhe tha vetëvendosja nuk ka arsye mos me më votu për presidente, pra ende pa u një votat e diasporës, ato me kusht, ato me post. Vjosa Osmani veç e dha ato të vetën, tha që nuk ka arsye vetëvendosja mos me më votu.
Pra, qyshe pat, LDK-ja është partia e tretë ma e votuar në vend, por me gjithë atë prirëse e listës Vjosa Osmani ish presidentja, po na thot neve qytetarëve që vetëvendosja tash nuk ka ndonjë farë arsye për mos me votu, sepse kënë se kështu kanë dashur qytetarët. Në fakt, rezultati po tregon që kushdo që e bën qeverinë, pra sepse nuk po di çka më kanë përfundimi i votave, a ka më mujt me bo vetëvendosja vetë, edhe pse mundësit besoj janë me partitë e minoriteteve në koalicion, ose ndoshta edhe ndaj parti tjetër, çka po dim çka ndodh, domethënë derisa të votohen, derisa të numërohen këto votat. Kështu që ça muj me ditë është kushdo që e bën qeverinë, gjithsesi kam ju dash me ul me partitë e tjera opozitare, me fol për emrin e presidentit, me zgjedh një konsensus, ose të pakten me evitu një parë zgjedhje tjera, sepse qytetarët qysh tregun, qysh folën, është që 70 ose 80% nuk ja japin kërkujt. Do më thonë, ani pse vetëvendosja ka bo fushat e i ka lyp 80%, ka thonë mos më na pengu as një parti, qytetarët thanë diçka tjetër, numrat këtu nuk rajnë, që ta numra të regoj mas mire që ka përdojnë qytetarët. Pra, qytetarët nëse ja kanë dhonë mundësi me e bo vetë qeverin, edhe me qeveris, përdojnë stabilitet, edhe përdojnë që presidentin mos me pas të partisë së vetëvendosës, ose propozim të vetëvendosës. Kështu që do të me uzjet një marrëveshje, besoj që këta kanë marrëvesh edhe vetëvendosja deri më tani. Çka ndodhi në tubimin e vetëvendosjes në natën e zgjedhjeve, Kurti non-stop tha që Kosova ka qeverinë në detyrë, ka kryeministrin në detyrë, e ka presidentin në detyrë, edhe tha që ka qeveri, e ka presidencë, po aktualisht nuk ka veç kuvend. Kështu që nesër tha, prej orës 8 na keni gjithë në punë. Këtë fjali, prej nesër na keni në ora 8 në punë, e tha nja 3-4 herë, kështu që unë vendosa me uqu goza heret, edhe me shku të qeveria me pa, apo vjen dikush prej kabinetit, edhe ministrave, zëvendës kryeministrave, zëvendës ministrave, sepse Kurti tha që krejt kanë më konë ora 8 në punë. Ose edhe presidencës, sepse ato afër i kanë zyrët edhe zyra presidentës. Kështu që shkova atë, prita, mbi një orë nështa, edhe pash momentin kur shkoj, kur unis, do më thonë mbrojtja afërt për me shku me marë Kurtin, pastaj erdhen edhe që kjo është storia, mundin e me ndjekë. Zoti Kurti, a keni mbri në kohë? Okej, ora është 8:10 minuta në momentin kur kryeministri veç po mbrin tek objekti i qeverisë. Zoti Kurti, a keni mbri në kohë? Kryeministrin në detyrë Albin Kurti mbrëm në tubimin që e mbajti vetëvendosja këtu në shesh pas publikimit të rezultateve nga KZZ për zgjedhjet e 7 qershorit. Kanë bejë domethënë disa vota me u përpunua të diasporës. Tha që nesër, pra për sot, në ora 8 jemi në punë. Kryeministrin në detyrë, ministrat dhe zëvendës ministrat. Ndesini pak deklaratën. Nesër në 8 mëngjes, krejt qeveria e në punë. Secili ministër e zëvendës ministër. Të gjitha ekipet tona, e unë si kryeministër, dhe zyra e presidentes, Albulena me krejt ekipin e saj, 8 mëngjes janë gjithë në punë. Megjithatë, prej Gazetës Nacionale kemi ardhur sot në ora 7 tek objekti i qeverisë së Kosovës, edhe kemi prit për me pa nëse ministrat, zëvendës ministrat ose edhe vetë kryeministrin në detyrë Kurti ka arritur në ora 8 në punë ose para orës 8. Megjithatë, ajo vonua pak, pra që shpeshin edhe këtu edhe tek video, por edhe tek kjo foto që e dëshmon pra orën kur ka arritur Kurti, skorta e Kurtit, ora shënon 8:09 minuta. Kur e pyetëm, Kurti na uroi vetëm mirëmëngjesin. Nuk e dim ç'e vlerësojnë qytetarët sa ka arritur Kurti vonë në punë, ndoshta edhe nuk është shumë vonë.
pra Kurtin e pyeta je në kohë, sepse vonesa prej 9 minutave zakonisht nuk paraqet ndaj vonesë të madhe, ani pse është keq kuptuar pak në rrjete sociale, pra për ata që nuk e din, deri në 15 minuta është edhe vonesë protokollare, që ashtu parashihet, pra nëse lihet një takim në ora 3, 15 minuta me u vonu kryeministri ose presidentja ose dikush tjetër prej zyrtarëve të naltë shtetëror, është pak vonesë protokollare, pra që ashtu llogaritet, parashihet që mundet me pas një arsye për vonesë, po a ditë gjithashtu e mora vesh që tek udhkryqja aty afër kuvendit kishte ndodhur një aksident, edhe këta që erdhen me Kurtin nuk erdhen pra me alarma, pra nuk pat diçka urgjencë për me mbri në vendin e tij të punës, si kryeministër në detyrë, kështu që e kanë keq kuptuar pak që kanë menduar që po e publikojmë këtë story për me dëmtu Kurtin, në fakt Kurtin vetëm e pyeta a je në kohë, sepse 9 minuta edhe Kurti besoj që e din që nuk është vonesë diçka e madhe, sikur me u vonu për shembull me orë në ora 9, atëherë e kisha prit 2-3 orë, edhe e kisha pasur vonesa për një është serioze. Megjithatë, Kurti na uroi vetëm mirëmëngjesin edhe hyri brenda qeverisë. Normalisht ndodh që ditëve në vijim kena më shku edhe në ditë tjetër për me pa nëse Kurti po vjen në kohë në punë, që kjo është puna jonë e gazetarëve, kur një politikan thot diçka, na më shku edhe me majt përgjegjës, qoftë edhe kur e kena majt Abdullah Hotin përgjegjës për bukën që e merte prej shtëpisë, edhe gazetarët e pyet që na e ke marrë sot bukën prej shtëpisë, pra atëherë nuk ka qenë sulm ndaj Abdullah Hotit, thjesht gazetarët vazhdojnë me informu opinionin se çaj politikan që ka premtu diçka, që ka thonë diçka, që u majt ose ka ardhur në pushtet duke majt një qëndrim të tillë, na jemi aty veç për me mbajt përgjegjës për fjalët që ai ka thonë, sidomos tek Kurti, i cili në pushtet ka ardhur me të majt fjalime, e ka dhënë fjalë, e ka dhënë premtime, cilat normalisht nuk janë mbajt mas shumti. Në fakt, po du me undale edhe të një pjesë e Kurtit, i cili, kur jemi tek premtimet, ka ardhur në pushtet duke thënë, në ditët e para të tij të pushtetit, ka thënë që edhe me Serbinë nuk takohet për dialog, pa kërku falje Serbia për ato që ka bu në Kosovë, pa kërku falje Serbia për krimet edhe genocidin që e ka kryer në Kosovë. Në fakt, në ditët e para që ka qenë kryeministër në 2021, e ka bu takimin e parë me Vučićin, cilin Kurti vazhdonte e mohonte thoshte se është vetëm një darkë që po mbahet, pra darkë tradicionale në Bruxelles. Shikone pak sa herë u taku Kurti brenda periudhës 2021-2026, pra 2021-2025, sepse 2026 nuk ka pas takime të nivelit të lartë. Shikoni këtë story dhe kthehemi prapë. Albin Kurti, para se të merrte pushtetin në vitin 2021, kishte deklaruar se nuk takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić nëse Serbia nuk kërkonte falje. Megjithatë, me ardhen e tij në pushtet, takimin e parë me Vučićin e kishte realizuar në Bruksel, për të cilin ishte kritikuar nga opozita në kuvend. Kurti në atë kohë kishte deklaruar se nuk po shkon për dialog me Serbinë, por për një darkë tradicionale atje dhe kishte thënë se me Vučićin po takohet për herë të parë. Por kjo nuk do të ishte hera vetme që Kurti do të takojë me Vučićin për vitet pasuese. Nga viti 2021 deri në vitin 2026, Kurti dhe Bislimi u takuan jo një herë, as 10 herë, as 20 herë me palën serbe, por plot 37 herë. Kështu të paktën kanë konfirmuar nga Bashkimi Evropian për Gazetën Nacionale, ku sipas përgjigjes së tyre, që nga viti 2021 deri në vitin 2026, Kurti është takuar me Vučićin plot 11 herë, ndërsa Besnik Bislimi me Petkovicin plot 26 herë. Në 11 takimet e nivelit të lartë, pra të Albin Kurtit me Aleksandar Vučićin, takimet ishin ndërmjetësuar nga Josep Borrell dhe Miroslav Lajčak. Ndërkas, në 26 takimet e tjera të krye negociatorit për dialogun, të emëruar nga Kurti, pra Besnik Bislimit me Petër Petkovicin, 23 takime ishin ndërmjetësuar nga Miroslav Lajčak, ndërsa 3 të tjera nga Sorensen. Opinioni dhe qytetarët ndoshta edhe nuk kanë dëgjuar për shumë prej këtyre takimeve, se çka janë dakorduar palët, çka kanë biseduar, dhe kjo sepse qeveria Kurti ka raportuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës më pak se 5 herë rreth dialogut me Serbinë.
Raportimi në kuvend për dialogun ka qenë një lloj tradite e ish kryeministrave dhe ekipeve të dialogut. Pra pas çdo takimi me palën serbe, është dashur të vinë në kuvend në Republikën e Kosovës që të raportojnë për çdo veprim të Shtetit të Kosovës në raport me dialogun me Serbinë. Kjo ka qenë e theksuar edhe në një rezolutë që Kuvendi i Republikës së Kosovës kishte miratuar qysh në vitin 2011, ku thuhet se i emëruar nga kryeministri si udhëheqës i delegacionit për dialogun me Serbinë, do të duhej të informonte komisionet parlamentare dhe të raportonte në seancë plenare të Kuvendit të Kosovës. Pra Kurti dhe Bislimi është dashur të raportojnë në kuvend plot 37 herë që nga viti 2021. Por këtë nuk e kanë bërë dhe opinioni është në mjegull se çfarë po bisedohet e çfarë po veprohet në dialog me Serbinë, sepse vazhdimisht ka munguar llogaridhënia. Gazeta Nacionale për hir të korrekcisë ka dërguar pyetje edhe në qeverinë e Kosovës para 2 ditësh për të kuptuar se sa takime kanë zhvilluar Kurti me Vučićin dhe Bislimi me Petkovicin dhe pse nuk është raportuar për të gjitha takimet në kuvendin e Kosovës. Por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje deri në momentin e publikimit të kësaj video. Bashkimi Evropian në përgjigjet për Gazetën Nacionale ka bërë të ditur se tashmë Kallas është e gatshme për takimet e radhës të nivelit të lartë, në momentin që krijohen rrethana. Pra, Kurti me Vučićin u taku 11 herë, brenda kaq viteve që i pat aty, 2021-2025 ka pas 11 takime të nivelit të lartë, 26 takime i ka pas Bislimi me Petkovicin, ndërsa ne si qytetarë nuk kemi pa raportime në kuvend 37 herë, sepse qyshe pat edhe në store ka qenë një rregullore, një fare tradite pak e kuvendit, po edhe një fare rezultate aty në shkrume qysh prej Jakub Krasnisi, kur ka qenë udhëheqës ose kryetari i kuvendit të Kosovës, që në shkru që çdo krye negociator ose ekip negociator sa herë të takohet me palën serbe në çështje në kuadër të dialogut me Serbinë, ka me u kthy në kuvend edhe ka me raportu para deputetëve, para qytetarëve. Na nuk e kemi pa Kurtin e Bislimin të raportu 37 herë, nuk e di a ka raportu 2-3 herë në kuvend, pra është ma pak se 5 herë zyrtarisht që ka raportu për dialogun Kosovë-Serbi. Kjo është një mos transparencë, mos llogaridhënie, cilën këtë punë nuk ishtë dash me bo se me kundërshtu nga gazetarët, ishtë dash me bo opozita, na nuk e dim çka ka me bo tash, që ka me kanë, do më thonë, kalkulimet për qeverinë dhe kush ka me bo qeverinë, shumicën parlamentare e krejt këto, po këto e në qështje që duhet dikush me kërku llogari edhe prej Kurtit e Bislimit, për me raportu se çka u folë dhe deri ku kemi mri me dialogun me Serbi, sepse na jemi të pa që janë duke u plotsu shumë hapa, janë të u plotsu shumë çështje që janë bo marrëveshje, janë të u plotsu, janë të u përmbush edhe detyrat që kanë rrjedh prej marrëveshjes së Ohrit, po askush nuk po raporton për to. Pra, Kurti del edhe thot po, ka asociacion, e pranon vet, edhe jemi të shku drejt asaj, por nuk raporton në kuvend, nuk flet në kuvend për asociacionin. Kjo sepse mungon edhe çështja që opozita nuk i kërkojnë llogari. Kështu që na smundemi çdo ditë na shta me nxon Kurtin dikun, po opozita i ka të gjitha durët e hapura, pra i ka durët e lira, i ka opozita, por opozita i ka durët e lira për me marrë edhe me thirr në interpelancë ose një seancë të jashtëzakonshme për me raportu rreth dialogut Kosovë-Serbi. Shpresojmë që e bojnë kushdo që mbetet në opozit. Po vazhdojmë me çështjet e tjera. Ambasadorja amerikane pak ditë para zgjedhjeve në Kosovë reagoi në Facebook, këtu e keni edhe reagimin e ambasadës amerikane, reagoi dhe tha që Kosova duhet me vendos se apo do me u lidh në gazin amerikan, me ndërtu infrastrukturën për me u lidh në sistemin e gazit amerikan. Shumë vende fësinje veç se e kanë bo, edhe Serbia është domethënë në diskutime me amerikanët për me shti gazin amerikan, sepse po konsiderohet si interesi shteteve të Ballkanit Perëndimor. Çka ka bo Kurti, në fakt, Kurti ka thonë që na nuk di a bojmë infrastrukturën për gazin amerikan. Ka thonë që le të binë amerikanët atje në portin e Vlorës, edhe pastaj prej atjet e merr Kosova.
kjo u kritiku shumë, do më thonë këtë deklaratë e kishton Kurti në RTK, u kritiku mjaft shumë edhe kritikët e analistët e morën si një jo për gazin Amerikan. Nuk ka pas në reagim tjetër të ambasadorës Amerikanë ose ambasadës Amerikanë në përgjithësi, deri më tash pas kësaj deklaratës së Kurtit. Të shohim kur të konsolidohen çdo çështja e kuvendit edhe qeverisë, të shohim se çka po thot qeveria. Pra, AK-ja, Ardian Xhini, e ka bo vetë se një thirrje me ul me partitë e tjera për me fol një qeveri të opozitës, gjithashtu po mendojnë edhe po flasin për kushte si. Do më thonë analistët po thonë që kushdo që mundet me hinë në koalicion me Kurtin, duhet me pas kusht primar me i thonë po gazit Amerikan. Për ndryshe, gazit Amerikan i ka thonë po një kompani gjigande këtu në Kosovë, prodhuese, edhe që ka mjaft shumë produkte vendore si i prodhon këtu në Kosovë, e ka nisë edhe me pas sukses në eksport në saj jashtë vendit, në vendet e Evropës, e bile deri në Emiratet e Bashkuara Arabe. Hajde të shohim çka na tha Shasir Palushi edhe për çfarë gazi Amerikan bëj fjalë, sepse ndodhen i keqkuptim në media. Krejt menojshin që Shasir Palushi edhe Frutexi po e marrin gazin Amerikan për energji elektrike. Në fakt nuk ka ndodhur kjo. Shikoni se çka na tha zoti Palushi kur kem në vizitë tek kompania Frutex në Suarek. Po të di çka ka bë dhe çfarë bën Amerika për Kosovën, asnjë kosovar, asnjë shqiptar nuk kishte më refuzuar dhe ndoshta edhe ne nuk jemi të parë në Kosovë që e përdorim. Zoti Palushi ndodhi një farë keqkuptimi lidhur me gazin Amerikan. Thanë që Frutexi para shtetit po lidhet me gaz Amerikan për energji elektrike. Çka ndodhi realisht? E vërteta është pak më ndryshe. Në fakt ka disa javë që ne kemi hulumtu lidhur me mundësinë e furnizimit me gaz alternativ, prej asaj që përdoremi aktualisht, e që është gazi butan propan, dhe që është produkti i naftës. Mirë po edhe me rritjen e çmimit të naftës, përkatësisht të butan propanit, dhe edhe me thirrjen e ambasadës amerikane për përdorim të gazit Amerikan, ne kemi vendosur që të kalojmë në përdorim të gazit natyror, që është prodhim Amerikan, dhe që janë disa arsye. Arsyeja e parë është që ekonomikisht është më i favorshëm dhe i ul kostot, përkatësisht çmimi ndalon për gati 20%, dhe arsyeja e dytë është që është shumë më ekologjik. Arsyeja e tretë është që në Bashkimin Evropian nga ky vit ka fillu aplikimi i taksës ekologjike në disa prodhime, dhe me qenë se ne eksportojmë gati në 20 vendet e Bashkimit Evropian, mund që në të ardhmen e afërt na prek edhe neve kjo që na vendos do një taksë ekologjike, dhe me kalimin e përdorimit të këtij gazi, sigurisht se emitimi i gazrave të CO2-shit janë më të ulta dhe praktikisht eliminohet një mundësi e aplikimit të një takse, përkatësisht rritjes së çmimit të produktet tona në tregun evropian. Po, do më thonë bëhet fjalë për gaz cilin ju e përdorni për prodhim. Për prodhim, do më thonë për prodhim të avullit, i cili është përdoret në procesin teknologjik, dhe jo si zëvendësim e energjisë elektrike. Po, do më thonë nuk ka të bëjë me energji elektrike. Energji elektrike vazhdon. Del ma lirë, edhe është më ekologjik. Dhe është i Amerikës, dhe për neve dhe kjo sigurisht që është një siguri më e madhe. Edhe siguri, po të di çfarë ka bë dhe çfarë bën Amerika për Kosovën, mendoj që asnjë kosovar, asnjë shqiptar nuk kishte më refuzuar dhe ndoshta edhe ne nuk jemi të parë në Kosovë që e përdoremi. Po, thjesht ne vetëm e kemi deklaruar që do të fillojmë një përdorim të tillë, tu marr parasysh edhe thirrjen e ambasadës së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, edhe ishim javën e kaluar në një takim me ambasadë përfaqësues nga oda ekonomike amerikane, dhe ne deklaruam edhe aty që do të kalojmë dhe presmi pas disa investimeve, jo në tubacione. Ajo nuk na takon neve, as nuk kemi mundësi ekonomike, po as ligjore, por thjesht është bartja me cisterna nga portet greke, ku kemi më afër, dhe vjen në gjendje, domethënë përmes cisternës në gjendje të langtë, pastaj
rikthehet në gjendje të gazt dhe shkon në përdorim të shfasin materialisht. paka shumë edhe tubacionet ato që me pa procesin qytetarët. Do me thonë gazi amerikan mbrin në për vendet e Ballkanit këtu afër, ose në Greqi për shembull në portet në portet më të afër dhe nga aty përmes cisternave pastaj vjen në Kosovë. Transportohet dhe vjen deri në fabrikë ku pastaj kalon në faza të tjera të prodhimit. Sigurisht shumë më mirë do të ishte për ne si prodhues, po edhe për qytetarët e Kosovës, sigur të kishte Kosova gazifikimin përmes tubacioneve, siç më duket, nëse s'gaboj e ka Maqedonia dhe vendet tjera po se po, dhe do të ulte sepse ne e dim që gjitha vendet në Bashkimin Evropian, përgjithsisht në Evropë, e përdorin edhe anvisërit, sepse është kostoja e prodhimit të tij më e ulët dhe kështu do të ndikonte në ekonominë normalisht edhe familjare. Pra edhe për ka energjia elektrike, ju po thoni që nëse vetë shteti e kish mundsu lidhen ashtu siç ka bëu thirrja ambasada amerikane, i shkon më mirë edhe për bizneset prodhuese. Sigurisht që po, nëse do të bëhet lidhje, dhe unë besoj që do të bëhet, sepse çdo sugjerim që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri sot ka gjetë mbështetje nga çdo do prej qeverisë, natyrisht besoj edhe nga kjo qeveri, sepse në fundit është edhe të mirë të Kosovës, si nga ana e strategjike, po ashtu edhe ekonomike. Pra mos ngutëm e bëhet fjalë për një gaz i cili përdoret për prodhim. Pra e tregoj shumë mirë zoti Palushi, janë duke shku sa ma eko, sa ma shumë me mbrojt ambientin, shkaku edhe i taksës së karbonit që ka më apliku prej shteteve perëndimore dhe ata që eksportojnë produkte prej Kosovës, normalisht kjo ka më ju ndiku. Edhe normalisht na qytetarët, në momentin që vendoset taksa e karbonit, kemi me përjetu edhe një shtanitim të rrymës, që ashtu që shpa thonë vetë zërëja. Jena mësuk besoj me shto shtrejtimet e rrymës, jenë mësu dhe qytetarët me pa problematika të shumëta, po ka përcejmë prej politikës pak në çështjet që i prekin qytetarët çdo ditë. Burim Pacolli, gazetari jonë, ka shku në rrugën Klin Istog edhe e ka pa që gjendje të rrugës. Qëre dorën zamër i trashko ka asfalti, veç me konë që rrenë. Albin Kurti nuk je pas parë, heshtë marë me këfyrë me... Dikur që din rrugën, për shumë mund më i me i shpejtësi, atëherë aksidentin e i gashë. Po, unë jam pronari. A je pronari i tokës, a? është prunë private kja? Pa shpërëtsume. Kjo konar. Po, a? Po, për zotën deri që të që. Përshëndetje Burim, si je deshta me ju njoftu për një problem serios në rrugën Klin Istog, në drejtim nga Peja Mitrovica. Kjo rrugë është shumë e qarkulluar dhe si që shihet në foto, një pjesë të trotuarit dhe anash së rrugës është shembur krejt, duke paraqitur rrezik për vozitësit dhe kalimtarët. Sigurisht kjo është përgjithësi komunale, për shkak se është rrugë magjistrale që lidh dy qytete. Hajde shkojna e gjejna në Krushev të vogël Qenka. Që kjo është situata, po e sheni njerëz, asfalti është krejtësisht i shembun, është e shembne edhe kjo pjesa e trotuarit, që këqëreni njerëz. Do me thonë edhe kjo shtylla e ndriqimit është shkatëru krejtësisht, është ra për tokë, normalisht ko mu bo investim tjetër, ta është ko me u vendos shtyllëri, e të mërshme. Qëre këto, ka gja një farë cope asfalt. Qëre dorën zamër i trashko ka asfalti, do me dem, veç me konë që rrenë. Apo më kalëzën që kjo rrugën, që gjendje, që sa është qështo? Onë gjendjet një rrugë për shumë, ka sa kosë, nuk mjerë kosë me ta, barë me këshyrë, me rrgullu, po banë të kulona preshin 20 minuta, dherën 30 minuta preshin. Dhe i 30 minuta? Po, preshin të kulona ma. So pe keni vështirë me kalu kënej, so po ja u vështirësën jetën qarkullim? Po, vështirë shumë që po kena probleme, edhe po ndodhin të ndeshje, po banë të ndeshje të rrugë. A ndodhin ndeshje shpesh, a? Ka herë rrallë, po jo shpesh, ka herë po ndodhin ndeshjet, policia po thonë se jo në rregull, tha. Kjo ka vitë se më kry, tha, mrena 2 mujve. Mrena 2 mujve, që sa është kështu zotni?
Kjo ka 4-5 muaj ka, po... 4-5 muaj, a? Po, Albin Kurti nuk je pas parë, hesh marrë me këshyrë me rrugë të qanë të rrugë, për i stokë, për gjithë ka kjo rrugë këtu. Po. E vjën ta kjo këndohë. Pse u shamë kështu, prej të reshërave? Po, o konë toka, kjo konë e sotë, konë i Toka e shamë. butë. Atër të reshët e kanë një mu dhe kanë punë gjithë tjerë këtë gjendit. Qërë sa shtirë është, sa sfiduse, do me thonë këto, në bazë të asaj edhe që ka na faqë qytetari ndodhen aksidente, për shkak se kur ka fluks më të madh të trafikut këto bëhet kolona. Do me thonë nuk ka shenjzim. Qysh po e shene, shenjzimi po menej këto konat jenë vendos kënej sa për me tregu që s'u futesh për me ra krejt poshtë. Mirë po, as nuk ka semafor, as nuk ka nej shenjë paralajmëruese që të njofton paraprakisht, qërë mrapa, që të njofton paraprakisht që jetë u fut me një rrugë e cila është e shembun, ka rrezik për shembjet më të tjeshme, që e kemi edhe një kalimtar këto, i cili normalisht nuk ka trotuar, detyrohet me ecë në rrugë. Përshëndetje zotëri. A mundesh me na tregu që sa është këtë gjendje? Unë jam pronari. A je pronari i tokës a? Po. Është prunë private kjo? Pa shpërndsume. E pa shpërndsume? Po. Okej. E çish ka ndodhur, çish ka ardhur deri te kjo gjendje, do me thonë? Po shif, kjo puna është bon, jo knas. E vërtet, më u pas bo qish do të, s'kish ardhur deri qëto? Shif, ato i kanë nu ato gypat e betonit këtu, po kur e kanë nu plakat, kanë qitë do zaltim të dhe zhavora, rana, si do të nuk ka ras. Ka hy ujtë, ka ardhë ujtë, nuk është, kanali nuk është për sel, ka ardhë ujtë, ka hy, kur ka hy ujtë, ka bëjt ranën, edhe atëherë ka shqit to, ka qërë, është deri atje, ku është bari i gatë, atje ka shku dheu. Ua, e so pe keni sfidu se kënej me kalu, sa ja u ka Po vështirësu jetën? shif, ka pas disa cikrimit kjerëve këtu, po i pa pasoja. Pa pasoja, ama aksidente ka pos? Ka pas. Apo bot kolon kënej ta Po shtin? shumë e gjatë, sa dhe kamioni atje ku është, e deri këtu presin, e të tjertë kënena, kështu që ka pëngesa. Tash, për momentin, unë nuk kam e leju këtu më punu, pos ku qitet muri, mbrojtës. Po. Atëherë dhe të punojnë, për ndryshë se nuk është shpërndsume, asë në kanë pagu kur, rruga ka qenë për para. Rruga është e jote? Jemi a shifti ka është, për skaj murit, po. Edhe ajo shtëpia jeme, unë e kom punuar shtëpi, po. Edhe ata e kom punuar, po tash e vllau e ka atje. Po. Shkon të kështu për skaj, aty, për skaj edhe, po këthej keme një farë lakore të vogël, dhe ke ku është ashaj busi vogël. Kjo e konar. Po, a? Po, për zotën, deri që qëtu, që? Deri që, edhe një metrë, në qka. Edhe, shtash me hime, ko po të zhavar atje zalë, si e konë shtrume. Se vike rruga për atjet. E, atëherë, e punu në nëreshën, asë në kanë pyten atëherë, se a monët, as monët, as nuk është përnësu, as... Heqa? Jo, 65 ari, i ka të marrën prej ati fresha i shtylës, e deri atje ku është, si 65 ari arjen të marrëme, pa shpërndsume. Pa shpërndsume për rrugë. Po. Qërë thashti, po vreja që edhe kjo, qa me qujtë, shëtitoria, trotuari që është vendos këto, është relativisht i ri, në basë në gjyrës të kubzave, mirë po, qka të vynë kubzat, kur nuk e ka bazën e fort rruga, që shpo e sheni kanë shku poshtë krejt, ashti do të, opa, një investim i ri mu bo për me këthyn gjendjen e më parshme. Po e shëtë që po qarkullon, qka po transporton, dhe? Vaj, po. Ka zëmë so shtirë pe ki me kalu kënej me rrugën që gjendje, do me dhonë, e të mërshme. Edhe fështirë, pak, po edhe rëzik. Se dhe se s'pedin rrugën, u kem pak problem mu shpëndru këtë. Të në kogja rëzik për dë njerë, se mujnë almos mi po tabelat për shamëll. E vërtet. Edhe kogja... Po s'ko shaja hetë, që atje po mdoket një shaje, këshin qitë? Ja, shaja s'ka të mjaftushme për këtë gjendje të rrugë, sa. E vërtet, gjendja shumë e keqja dhe kogja një farë cope, tash po do të me unall njëna pjesë, mi e për parësi kalimi pjesës tjetër, që do me thonë. Problem, për shamëll, dikush se din rrugën, për shamëll mund më i shpejtësi, atëherë... Qashto? Aksidenti janë i gashëm. E vërtet.
Gam, qëtash kena me fol me zëvendës ministrin, kena me provu me kontaktu me të zotin Zef Morina dhe me vetë qka është puna. Mos harroni, që to storjet e mija në teren kishin qenë të pamundra, mos të kishë qenë posta easy, posta ma kredibile në Kosovë, Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika dhe Babun Kosova. Top platforma komuni me përësit, ushqe me downloadën në App Store. Okej, hajde tash ti po provojna Zef Morinën, zëvendës ministrin e infrastrukturës me kontaktu, të këshyre ma përna përgjigjet, na i shkrojtën paraprakisht asistenti ti e njoftu me problematikën, na tha që e njoftën zotin Zef Morina dhe na vjen me një përgjigje, po si do qoftë halos kemi marrë përgjigje, po provoj me kontaktu direkt me zotin Morina. Nuk e hap, do me thonë që kena me bo tash, sigurisht nëse nuk lajmërohet në kohë për deri në publikimin e kësaj historie, eventualisht ko me u lajmëru e di se asnjëherë nuk ka ndodhë mos me u lajmëru për nej problematik, kështu që ne publikojmë storien qashtu qysh me qatu materiale që i kemi edhe në momentin që e marrim një përgjigje bëj zotit Zef Morina, e publikojmë një storje dytë me përgjigje ti, sigurisht na kena me provu me morë një datë për i zotit Zef Morina kur ka me u intervenu atë edhe mas nej me pas ma të letë me majtë për fjale për ndryshe, unë jam burim pacolle me që ta mërë në gjerin kejtë platformat siguroni një follow me ma bo. Qërën e tash ka i tha zëvendës ministri i Ministrisë e Infrastrukturës burimit për qëtë rrugë. Njerëz, a din qa ka tre, që tash të u lajmëru zëvendës ministri për storjen e djeshit që nuk na u lajmëru, që kësërin e pomjet. Qëre dorën zamër i trashko ka asfalti, veç me konë që rrenë. Administratori nuk je pas parë, hesh marë me këfyrë me... Sikur se din rrugën, për shumë mod më ime i shpejtësi, atëherë aksidenti a i gashëm. Do me thonë ka të bëj me rrugën Klin i Stëg, e cila është në gjendje të mërshme, është shemb kompleta i segmenti aty. Gomni tash, para se me vazhdu, mos t'i shkon Delta Grupi që të operimet e mija në teren kishin qenë të pamundëra, rjeti pompave, 21 pika në këtë Kosovën, top kualitet është derivatet, do me thonë, aty jakona edhe kjerët kur t'ja qëq. Po ashtu posta easy, posta ma kredibile në Kosovë, super shërbim dhe i klientit, super shpejtësi ndërgesa, Babuni tani, Babuni është kryesori, do me thonë, aplikacioni e mërë në App Store, i keni këtë restorantet e Kosovës, plus maksimum sa mundët me ju vënu ushqimi deri te dera shtëpis pe i momentit përësitjes është 30 minuta. Para më në që e posta izi, apshe, gjithë ka që faqet, që veç këqëre. Tash po e thirrim zotin Zef Morina, zëvendës ministër në Ministrinë e Infrastrukturës. Dje nuk është përgjigj, nuk e di pse, sigurisht, deri sa ka marrë info, hajde, mu më thanë me thirr asistenti i tim kontaktoj, kështu që po e kontaktojmë tash. Përshëndetje, zoti Morina, si je? Përshëndetje. Kur planifikoni me intervenu aty edhe me sanu problemin? Po, që ajo është rruga Klin Krushev, bashkë Krushev. Bashkë Krushev dvogël, qashtë i bjen? Po, Krushev, ku ka pasë rëshqitje, dhe më thonë, është shaktu një rëshqitje për shak të reshurave. Të reshurave, mirë po, kjo është rrugë regionale, e cila është në kompetencë dhe në përgjithësinë e ministrisë. Po. Ndërsa, vitin e kaluar, komuna ka bën një intervenim aty, ka bën një ndërtim të një stazet kamësorve dhe të ndryshimit, u konsultu me ministrinë fare, dhe mënyra se si kanë punu, ka qenë jo profesionale, dhe për këtë arsye, pas reshjeve ka ardhur deri te dëmtimi i... Do me thonë, ti po thu që intervenimi i komunës aty e ka shkaktuar gjendje. Po, aty është arsyeja. Okej. Por ne kemi përgatit, do me thonë, tenderin, ne kemi përgatit, presim së shpejti me firmos kontratën dhe që janë çështje procedurale, sepse do të me kalu përmes prokurimit, shpresoj shumë shpejt, kompania do të filloj rehabilitimin e saj. Sa shpejt, zoti zëvendës ministër? Po, më njerë, unë besoj me qenë se është në pritje kontrata, kompania është për zgjedh, për shkak të afateve kohore, ligjore që duhet me prit ndonjë ankesë eventuale,
momentin që të firmoset kontrata, ai do të fillon me njerë. Sa kohë ju merr, do me thonë, për momentin që firmoset kontrata dhe kur saktësisht firmoset kontrata? Duhet të kesh një intervenim më serioz. Po, me ne i murim brojtës aty. Po, pa tjetër, duhet me siguru, e kjo në merë pak kohë, po unë shpresoj që brenda me maksimum 2-3 muaj do të bëu krye e pjesë. Okej, të falenderoj shumë, zoti Marina. Lutem, miropafshim. Kalofsh sa më mirë, tong. Po interesohesh shumë për Gjithsesi, faleminderit shumë. Tong. Ishte ky Zef Marina na tha që komuna ka intervenu aty, normalisht tashti po thot që e ka shkaktu intervenimi I komunës, ajo pista e komsorëve aty nuk është bo në bazë të parametrave duhur profesional me gjas, edhe ka ndiku në shembje, si do qovë për 2-3 muaj na tha që përfundohet aty, sigurisht na jena në qershor që tash korrigosht me 1 shtator shkojna, nëse me 1 shtator qërë tash dhe, edhe që kjo periudha e verës me kalu është e tepërt, për një men qatë gjendje për shkak se shkaktohen e dëgjut qytetarët aty, shkaktohen kolona jashtëzakonisht gjata, sidomos me ardhjen e mërgjimtarëve, si do të qovë na kena me nejt në rrjedha me storjen në fjalë, edhe kena me shku prap. Inshallah I majmë premtimet qështu gjithmonë, sepse mos mbajtja e premtimeve na ka sjell me një pozitë ku qytetarët pritojnë me dalë me votu edhe ndihen të përfaqësuar bashkë prej asnjë subjekti politik. Pra kur qytetarët hekin dorë dhe nuk votojnë për kërkën hez e nuk e marrin mundin me dalë me votu, kjo është një problem për gjitha subjektet politike, sepse tregon shumë deri në çfarë pike kanë bërri qytetarët. Burimi ka shku edhe tek një çështje tjetër. E kemi çështjen e një paciente në spitalet e shtetit këtu në Kosovë, e cila nuk po mundet me marrë terapinë e saj pas një transplanti që e ka pas, terapi jetike që e ka për me marrë, edhe nuk po mundet me marrë shkaku I mungesës së banave esenciale. Pra Ministria e Shëndetësisë me gjitha premtimet e veta, krejt ato që I bën publikisht, edhe që na thonë në për televizione që mirë është puna në për spitale, që kjo është realiteti me çka përballen pacientët. Ndjek në këtë intervistë Burim Pacullit. Jam me terapi s'ka dune të e marë, mos sigurimi I saj, tekun është mungese ajrit ose mungese jetës time. Mos kërka askund edhe mos prit se është munges, nuk kemi terapi. Na kemi pas furnizim deri me 30 maj për dozën Cyclosporin 25 mg. Një version do të më qeni pa vërtet këto. A ka qenë produkti as ka qenë? Mos na leni pa terapi esenciale, mos na shuani jetën. I nderuar Burim, po të shkruaj nga Gjakova, e kam një hall, gruan e kam të transplantume, e merr terapi të përhershme. Një pjesë kryesore të tyre e jep Ministria e Shëndetësisë. E problemi është që 3 muaj se kanë jep Cyclosperinin, lëre si është I kushtueshëm, e I papërballueshëm për neve, por edhe s'po e gjejmë mi ble. Unë ja ktheva personin fjalë, tash po shkojna me kqyr hallin e tij në Gjakov, për ndryshe, gomni, qëto operimet e mia në terren kishin qenë të pamundura pa postë nizi, posta më kredibile në Kosovë, do me thonë, super shërbim ndaj klientit, super shpejtësi ndërgesa. Pa bun Kosova, aplikacioni që e merrni në App Store edhe krejt restorantet I keni ushqimin të dera e shtëpisë për 20-30 minuta, e po ashtu edhe Delta Group, rrjeti I pompave me 21 pika në krejt Kosovën, top kualitet derivatet. Sa I përket problemit që unë ju kam telefonu dhe ju kam shkru, është që vuj për shkak të mos funksionimit të veshkave, jam e transplantune rreth 22 vite më parë, terapinë esenciale e siguron Ministria e Shëndetësisë, mirë po kohës fundit kam problem. Mos sigurimi I saj, tekun është mungese ajrit ose mungese jetës time, pa cilën nuk mund të jetoj. Ka rreth 2 muaj, 3, që unë nuk marr terapi. Problemi është mungesa e terapisë esenciale për mu, shkakton mos funksionimin e veshkes dhe kthimin aty ku isha më parë, që nuk do të dëshiroja askujt. Vuja nga sëmundja e veshkave, ku pas biopsisë marr është konstatuar se gjatë luftës kam humb funksionin e veshkave, kam rënë dializë rreth 1 viti, po fal familjes, mbështetjes familjare dhe ndihmës që më kanë ofruar, dhe donator imi ka qenë nëna ime, kam bërë transplantimin pas rreth 1 viti dializë. Do me thonë, nana ta ka dhuru veshkën ty? Nana ma ka dhuru veshkën rreth 22 vite më parë. Dhe që nga I qast, unë vazhdoj jetën normale. E mos terapia me kohë, mos dënja terapis me kohë, për mu shkon drejt atje ku isha.
Çfarë lloj terapish bëhet fjalë këto edhe çka do me thonë për ty në rast se nuk e merr me koha terapi? Terapia jame esenciale është ciklosporin dhe Celcept. Mirë po që 3 muaj është munges nga ministria, arsyet ata i dinë, mirë po e dinë edhe shkaktarin çka mund të shkaktoj tek unë. Këtë muj na është dhuru vetëm Celcepti ku thuhet nga motra që kam respekt veçantë për ato që na lajmëron ko pas kohë kur ka dhe kur s'ka, që edhe ky lloj është donator që ka dhuru se është mungesë e terapisë. Edhe thot, mos kërko askund edhe mos prit se është mungesë, nuk kemi terapi. Mos dhënia kësaj terapie thash që për mua është mungesë e ajrit e jetës time. Sa shpesh dush me marr ti këtë terapi për me qenë rrjedhimisht me terapin, do me thonë sa shpesh dush me marr që ti me qenë mirë me shëndet? Kjo terapi mirët çdo muaj. Çdo muaj na shkojmë në Prishtinë e marrim, edhe pse është një sfidë në vete, ku duhet çdo muaj të shkojmë ta marrim terapin për një muaj. Kjo zgjat vetëm për një muaj. Që sa se ke marrë ti terapi? Është muaji i tretë që ka mungesë të kësaj terapie. Problemi që 3 muaj ti do me thonë jetë pa terapi? Jam me terapi s'ka dune të e marr, vetëm që ta mirë mbaj veshken, po problemi është që është e kushtueshme kjo terapi. Po okej, doja dalim disi se shëndeti është mbi të gjitha. Jetojmë për familje, jetojmë për jetë, e dojmë jetën, mirë po është problemi që nuk gjendet. Nuk ka në Kosovë, nuk ka në Shqipëri, nuk ka në Maqedoni, dhe fal disa dashamirësve është siguru në Greqi. Mirë po, derisa të vjen nga Greqia, unë i numroj tabletat e mia, a thu doja dal, që të vjen terapia prej Greqis dhe të kam rregullisht. Ti aktualisht do me thonë jetu e marrë terapin në fjalë, ciklosporin. Po. Pa afat? Pa afat. Me afat s'ka dun? Me afat s'ka dun. E qysh është e mundshme kjo me ndodhë, sa mundet me ta kompliku kjo situatën, kur është me afat s'ka dun? A është rrezik edhe... Pa tjetër që është rrezik, se përderisa shtypet aty afati skadencës, po falë Zotit, të kërku ndihmë prej Zotit, vetëm prej Zotit që t'ja dalë dhe mos të më dëmtohet veshka. Cila është thirrja jote për... Thirrja ime është për Ministrinë e Shëndetësisë. Ju lutem, ktheni kokën edhe nga ne. Edhe ne jemi qytetarë të Kosovës, edhe ne kontribuojmë për Kosovën tonë. Mos na leni pa terapi esenciale, mos na shuani jetën. Edhe gjutë rrëfimin e zonjes, do me thonë ciklosporini është një terapi absolutisht esenciale për jetën e saj, është çështje jeta vdekje e cilën do të me siguru ministria. Pse nuk po e siguron ministria? Është aktualisht është të e marrë me afat s'ka dum. Na që tash i kena me provu rrugës me kontaktu me ministrin e shëndetësisë, zotin Arben Vitia, dhe me marrë një prononcim prej tij. Pse s'ka ciklosporin, kur vjen ciklosporini edhe çka ka me bo, në mënyrë që mos me u përsërit çështja e mungesës tip. Okej, vetë sa folëm na para pak qastesh me ministrin, nuk e gjirova atë pjesë për shkak se e thirra një herë privatisht me i tregu që po e thirre për anoncim. Sidoqoftë ai më tregoi që i ka bo disa telefonata kur e ka lexuar mesazhin edhe tha që bie në kompetencën e SHSKUK-s. Do me thonë, për juve që se dini SHSKUK-ja është institucion autonom, i pavarën, si pas ligjit shëndetësisë nga Ministria e Shëndetësisë, kështu që na që tashti jena të shku me u taku me drejtoreshën e depës së Barnave, zonjën Dardane Meha, e cila është normalisht në kuadër të SHSKUK-s edhe me pyet pse mungon ciklosporini. Është produkt esencial, shumë mirë që e keni marrë me trajtu këtë rast. Realisht jo veç me produktin ciklosporin, por na në vazhdimsi po kemi probleme me furnizim, probleme në liferim produkte medicinale. SHSKUK-ja ka për obligim me kontraktu produktet medicinale që janë të listës esenciale për nivelin qendror, dhe më thënë spitalet rajonale dhe qendrën klinike universitare të Kosovës. Na kemi kontratë aktuale me ciklosporinën, mirë po fatkeqësisht nuk na e ka përmbush kontratën operatorit cilin e kemi kontraktu si SHSKUK. Ka qenë vështirë mu kontraktu ky si produkt, mirë po ka pas furnizim, duhet
me cek njëra prej dozave deri me datën 30 maj të këtij viti. Domethënë ka disa ditë që nuk kemi, bëhet fjalë për Aja dozën. thot që nuk ka as në maj, as në qershor. Jo, kemi pas furnizim deri me datë 30 maj. Unë si profesionist, jam farmaciste me profesion, ju informoj që produktet medicinale edhe sistemin në të cilin na i ngarkojmë në sistem, janë për shembull deri me datën e fundit, ditën e fundit të datës kur ka afat skadimi për dorës si produkt. Na kemi pas furnizim deri me 30 maj për dozën ciklosporin 25 mg. Ajo na thot që 3 muaj nuk është produktin fjalë. Tash, më falë në ashta që po të konfrontoj kështu, po njoni verzion du të me qeni pa vërtet këto. Tash, na i kemi dhona, ato dhona kur flasë, unë i marë për sistemit, më thënë nuk flasë diçka për menç, ka qenë ngarkum deri me datën 30 maj produkti ciklosporin 25 mg, kurse tjetri, produkti doza tjetër, ka qenë në furnizim deri në prill, në fund të prillit të këtij viti, se janë 2 doza, 25 dhe 50 mg. Është esencial, është produkt shumë i nevojshëm për klinikën e vërtet, mirë po, afati përdorimi po themi këtij produkti ka qenë deri me atë datë. Fatkeqësisht operatori ekonomik nuk e ka përmbush kontratën sepse nuk ka pas një sasi të një produkti, njënë prej sasive nuk e ka kompenzuar, domethënë na ka gjuhën popullore shqip. Kësi raste merren masa. Në kësi raste merren masa prej menaxherit kontratës, e cila i ka shkruar disa herë email dhe fatkeqësisht nuk ka marrë përgjigje sepse është produkt esencial, është shumë e rëndësishme furnizimi me këtë produkt, pacienta duhet më zgjidhje dhe jo veç me këtë rast, por SSKK-ja është e vetme organizatë që vitin e kaluar mundën mi marrë dhonat në sistem, që ka denu operatorët ekonomik, klinika... Kisha pos qefune me thirë që ta shte zonjën, edhe me kontaktu me to, më falë se nashta po është tepër e nevojshme me u zgjidh që kjo edhe me u qartësu qysh është situata. Na falë nëse të pengum. Unë jam me drejtoreshën e SSKUK-s këto e cila thot që ka pas terapi, do me thonë ciklosporin, 25 mg, deri me datë 30 maj. Unë asë mujnë e kalu nuk o marrë. A ke qenë klinik me kërku? Po, ku i për terapia. Edhe nuk ka qenë, a ka qenë produkti, as ka qenë? Nuk ka qenë produkti. E qka kanë thonë ata? Nuk munges. Atëherë merë një përgjigjen prej klinikës? Po jo, klinika furnizohet për juve. Po na, diqëm, nëse s'kan klinika atër kusht faj, unë po të regoj që na kemi pas produktin, ndë po qëndrore figuron produktit deri me datën 30 maj. Nëse s'kan marë klinikat. Nuk e komë në menaxhim klinika. Po klinikat a keni për obligim me furnizu jo? Na e furnizojmë banatorën qendrore, banatorja qendrore mandej furnizon klinikat. Do të thonë atë shkon prej banatorës qendrore, banatorja qendrore të shpërndarësi, te ku i marrim na. Atëherë zoj se unë jam Dardonja. Për të njëjtën kohë po më vjen keq se ju s'keni marrë furnizim për produktin që është me të vërtetë esencial edhe nuk ka zavencim, që ajo është më e keqja. Unë jam të intervistu prej gazetarit Burimit edhe merr keq që në këtë rast në banatorën qendrore marr informat që produkti ka figuruar deri me datë 30 maj, ciklosporin 25 mg. Vetëm doza 50 mg nuk figuron prej prillit dhe mandej si a ka ardhur produkti në klinik, është 50 mg. Po. Këtu mandej 50 mg s'ka pas. Po, s'ka pas prej prillit, po është kompenzu me ciklosporin 25 mg. Dhe më thënë banatorët qendrore, deri me datë 30 maj kemi pas ciklosporin të 25 mg. Dhe në këtë rast janë marrë 2 tableta për dozë mirë, po gazetari tash po më informon që ju s'keni furnizu dhe mu po vjen keq, po atëherë duhet me pyet klinikën pse nuk ka marrë banatorët qendrore në rast se ka pasën banatorët qendrore. A për shkak të afatit skadencës, ose për çka atëherë duni mu drejtu në klinikë, pse nuk është furnizu, se unë këtu në këtë rast nuk më mendim. Më falë, për cilën klinik bëhet fjalë? Te hemodializa ku bëhet shpërndarja e terapisë. Nefrologjia është klinika. Nefrologjia. Nefrologjia. Okej, në Prishtinë, a? Po, në Prishtinë dhe çdo muj na detyrohen me shku në Prishtinë mi marr, nuk na e bin pacientave që jemi transplantuar në Gjakov. Okej, e qartë. Ka për obligim banatorja me çish funksionon mënyra e distribuimit. Banatorja qendrore e ÇKK-s, është banatorja qendrore për qendrën klinikë universitare. Spitalet rajonale i kanë banatorët e veta.
në divizioni për menaxhimin e produkteve medicinale të cilën tash e dhuheqi one, dhe më thënë e siguron produktin, menaxhimin, a lidhet kontrata, lidhet e merr menaxherin në mbikëqyrje e bën shpërndarjen, është mandej kjo shkon pasën banatura qendrore furnizohet, mbikëqyrja dhe furnizimin e banaturës qendrore dhe mandej shpërndarja prej banaturës qendrore në klinika është një drejtor tjetër aty prej 23 prillit, i cili e mbikëqyr shpërndarjen në CKUK. E tashti çka ka me ndodhë me qito produktet cilat mungojnë? Qysh keni me bo zgjidhje dhe çka keni me ndërmarrë ndaj operatorit pa përgjegjshëm? Operatori pa përgjegjshëm dënohet, po them është SHSKK, vetëm një organizatë që ka listën mundi me gjetë edhe në webfaqe, edhe ku bëhet dënimi, operatori në fjalë, zgjidhja për ata dëgjoni, unë s'më me bot pamundërën, sepse e jona është me kontraktu produktet. Mandej është përgjegjësi e operatorit për mbushje asaj kontratës së jonë. Nëse nuk përmbush, se na punojmë sipas disa standarde dhe ligjeve, nëse përmbush kontratën, autoriteti kontraktues ja shkput kontratën me rekomandim të menaxherit, edhe normal që dënohet për damin që e ka bë. Do thonë këto janë mandej në një autoritet tjetër. E qartë. Çka shpejme e njerëz ngëm. Mungesa është u pranu, do me thonë, prej SHSKUK-s, me miligramazh të caktume. Për ndryshe tha kena me marr masa konform predispozitave ligjore ndaj operatorit të papërgjegjshëm. Kështu që neve na mbetet, çka me thonë, me nejtë kontakt me zonjën që e intervistova dhe me këshyr kur po pajiset me ilaçet esenciale. Përpos kësaj, disa gjetje skandaloze në Ministrinë jo të shëndetësisë tash, po të arsimit, i ka gjetë edhe auditori. Pra zyra kombëtare e auditorit ka bërë gjetje në Ministrinë e Arsimit, gjetje që janë cilësu skandaloze prej gazetarës tonë Besarta Hoti. Ta ndjekim storën edhe të shohim për çka bëhet fjalë. Dy vetura zyrtare të cilat nuk janë regjistruar fare në vlerë prej 78.000 euro. 8 pagesa mbi 200.000 euro janë kryer pa nënshkrimin e zyrtarit të autorizuar. Tabela të mençura mbi 13.000 euro. Pajisjet e tjera në vlerë mbi 33.000 euro. Zyra kombëtare e auditimit ka zbuluar parregullsi alarmante në Ministrinë e Arsimit. Raporti i auditimit për vitin 2025 ngrej pikpyetje serioze mbi llogaridhënien e institucionit që administron fondet për arsimin e vendit. Ky raport ka ekspozuar dobësi të thella në menaxhimin e parasë publike dhe pasurisë shtetërore. Sipas raportit, 8 pagesa mbi 200.000 euro janë kryer pa nënshkrimin e zyrtarit të autorizuar. Kjo përbën një shkelje flagrante të procedurave financiare. Po ashtu, Ministria e Arsimit ka kryer pagesa dhe ka regjistruar shpenzime në vlerë prej 3.2 milion euro në kategori ekonomike jo adekuate. Sipas auditorit, kjo ka ndodhur si rezultat i planifikimit të dobët buxhetor dhe ekzekutimit të pagesave nga thesari bazuar në vendime gjyqësore. Përveç tjerash, Ministria ka investuar mbi 1 milion euro e që këto investime nuk figurojnë fare në regjistrat zyrtar të pasurisë. Në mesin e këtyre investimeve është pako laboratorike dhe invertar për shkolla në vlerë mbi 800.000 euro. 2 vetura zyrtare të cilat nuk janë regjistruar fare në vlerë prej 78.000 euro. Tabela të mençura mbi 13.000 euro. Pajisjet e tjera në vlerë mbi 33.000 euro. Qerdhe modulare e parafabrikuar në fushë Kosovë mbi 200.000 euro. Përveç tjerash, në këtë raport është edhe mbi vlerësimi i pasurisë, ku në disa raste pajisjet e teknologjisë informative janë regjistruar 2 herë, duke rritur artificialisht vlerën e pasurisë për 11.000 euro. Raporti i zyres së auditimit i kërkon Ministrisë së Arsimit veprime urgjente për regjistrimin korrekt të pasurive dhe për garantimin e transparencës në menaxhimin e fondeve. Gjetjet e këtij raporti të fundit hedhin në dritë mbi një sër dobësish që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për të garantuar llogaridhënie dhe transparencë në administrimin e parasë publike. Auditori zeti edhe diçka tjetër në raportin që ka përpilu për SHSKUK-n. Ato po thotë që spitali i Prizrenit e ka marrë një kombibus me 4 dyrë që 3 vjet nuk është u mujt me u provu ekzistenca e këtij kombibusi. Pra u pagu 25.000 euro kombibusi edhe nuk po mundet me u gjetë. Kërkun. Pra spitali i Prizrenit e ka në regjistrin e vet,
këtë kombibus, edhe nuk po mundet me zjetë. Jemi të folë për një këmbi me 4 dyre që i ka kushtu spitalit Prizrenit 25.000 euro. Ndiseni që të raportim që e këmbu. Spitali e ka bleni kombibus me 4 dyre. Vlera ati ka figuru 25.000 euro, i njëjti është regjistru në pronësi të spitalit, për tash e 3 vite figuron i zhdukur, pra nuk dihet se ku ka mbet ose kush e ka në pronësi. Zyra kombëtare e auditimit në raportin e saj të auditimit për vitin 2025 për SHSKU-kën e ka përmendur edhe një herë një kombibus me 4 dyre, i cili figuron që është blerë para 3 viteve nga Spitali Regional i Prizrenit, në vlerë prej 25.000 eurove. Megjithatë që 3 vite radhazi i njëjti kombibus përmendet në raportin e ZKA-s pasi që nuk është vërtetuar ekzistenca e tij. Pra kombibusi me 4 dyre figuron i blerë dhe sipas regjistrit gjendet në Spitalin e Prizrenit. Pra është në pronësi të këtij spitali, por nuk ka evidenca që dëshmojnë ekzistencën e tij, ose që kush është e përdor, ose që kjo pasuri është tjetërsuar ose ju ka dhuru dikujt tjetër. Në raportin e ZKA-s, aty përmendet se kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së politikave të qarta për regjistrim, verifikim dhe mbajtjen e pasurisë. Po ashtu për shkak të mungesës së përgjegjësisë nga ana e zyrtarëve përgjegjës të Spitalit të Prizrenit për ofrimin e informacioneve mbi pasurinë që e mbajnë në regjistra dhe identifikimin fizik të saj. Pra po flasim për 25.000 euro të cilat janë paguar nga buxheti i shtetit, pra nga paratë qytetarëve, taksapaguesve, për një këmbi që tash e 3 vite nuk dihet se ku ndodhet, a është shit apo kush e ka në përdorim. Në Spital të Prizrenit nuk është. Në raportin e auditorit theksohet gjithashtu se Spitali i Prizrenit tek në vitin 2025 ka hapur edhe rast në Policinë e Kosovës lidhur me këtë rast. Zyra auditorit ka rekomanduar bordin drejtues dhe drejtorin e përgjithshëm të forcojnë kontrollet në menaxhimin e pasurisë, ashtu që të sigurojnë informata dhe dëshmi për ekzistencën fizike për të gjitha pasuritë e mbajtura në regjistra, në mënyrë që të evitohet mundësia e humbjes apo kespërdorimit të pasurisë. SHSKU-ja në anën tjetër në përgjigjen e saj vetëm është pajtuar me të zgjeturat e ZK-s. Të shohim ditëve në vijim apo mujnë me gjetë, me identifiku se ku është ky këmbi, se dikush e ka marrë, ose sual kur, ose dikush e ka shti atu në regjistër, do më thonë se ai po ekziston në regjistra, po fizikisht nuk po mundet kërkush mja dëshmu auditorit si saj këmbi është dikon. SHSKU-ja ka pranu këtë gjetje, pra ka thonë që pajtohemi, sepse që 3 vjetë nuk janë të mujtë me ditë ku ka metë qaj këmbi. Pak e çuditshme, por ndodhë kjo në Kosovë. Ta shohim edhe storin e fundit për këtë emision, për këtë epizod të emisionit POV Nacionale, e ka bo fotografi jo në Visar Kadrolli, ka shku diçka në komunën e Podujevës për punë me fotografu diçka atje, edhe pastaj ka shku e ka vizitu këtë projektin që në total si projekt për ujitjen e tokave bujqësore ka kushtu 9 milion euro. Aty është pagu prapë i buxhetit të shtetit, edhe pak ditë para zgjedhjeve shkoi aty kryetari i komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, bashkë me ministrin Armend Muja e përurun një pjesë të projektit. Në rrjetet sociale bëjshin hajgare vadja e Lupcit, edhe shikone tash qysh është gjendja e asaj, edhe pse zoti Muja dhe zoti Bulliqi thanë që kjo ka më shërby për ujitjen e disa hektarëve tokë me ramje të lirë, por shikone qysh mbeti ky kanal, ose qysh me i thonë që sjellte ujin me ramje të lirë. Që në qysh është gjendja ati pas zgjedhjeve. 3, 2, 1, hajde lukë për hajde. Kjo pra ke gjendja e vadës së Lupsit, ta quajmë edhe ne kështu me ironi, ishtë tha pas zgjedhjeve, me njëherë pas zgjedhjeve, ishtë thonë, është atash që ka pas edhe re Sheshiu është mbush prap aty edhe i ka shërby qytetarëve, shpresojmë, sepse projekti, si projekt, në total
ka kushtu dikun 9 milion euro prej buxhetit të shtetit, prej taksave tona, ndoshta më mirë është një projekt që është i supozum me dështu në mënyrë të tillë, ndoshta mos me bo hiç, po me shku me investu se atje në Ministri të Shëndetësisë në për spitale e banat esenciale, mos me ju mungu pacientëve cilët i kanë jetike pra me i marrë këtu terapi. Nuk po di, do më thonë e shkon shumë a mirë një farë drejtimi ma i mirë ose menazimi ma i mirë i buxhetit të shtetit, taksave tona edhe krejt këto. Qërës, këto kenë krejt store që i kemi përgadit për sët, mu më vjen keq që nuk mundemi me analizu pak ma detajisht punën e deputetëve që kanë hi në kuvend, por kjo po ndodh shkaku që ende nuk kemi rezultate pra definitive. Kur të vinë edhe çdo votat e diasporës, që numërohen edhe pastaj ato me kushte, ato me post, atëherë kemi me pas mundësi shumë ma letë me ullë dhe me folë për secilin emër veç e veç. Shpresoj që kjo ka me u bo të dielën tjetër, ju mos harroni me na përcjell te Gazeta Nacionale, kontaktonani ku dëni në për rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku do tjetër, do më thonë në për TikTok tonë personal, mu muni me më gjetë me emrin Oqeandër Maku, ose cilin do gazetar, Burimin, Besartën, Eriolin, Arbrin, këndo muni me gjetë ku do në për rrjetet sociale dhe me i shkru për problematikat që ju i sheni si problem edhe që mendoni që gazetarët munden mju ndihmu për me plasu si raportim në opinion e pastaj me prit edhe reagimin e institucioneve. Na shijemi të dielën tjetër prej orës 16 këtu në të 7 edhe po besoj që kemi me folë ma zërësisht për krejt çka ka ndodhur në zgjedhje, kush po hin, kush po alçon vendin dikujt tjetër edhe çka po ndodh, domethënë kalkulimet kush me kom po hin për qeveri, për kuvend, ka me u bo prap, kena me përsërit këtë procesin e kryetarët të kuvendit, nën kryetarëve, shpresoj që nuk kena me u përball prap me blokim të kuvendit edhe blokim të institucioneve. Qytetarët kanë të regu shumë mirë, kushdo që mendon që mundet me bloku formimin e institucioneve, e mi alon fajin dikujt ose diçka, qytetarët nuk i besun kërkujt heq, pra nuk dolen me votu edhe të regun që ullëni kryt pak, folni me zveti, politika është ato për neve, edhe duhet me i shërby, do më thonë, qytetarëve atyne që paguajnë taksa, jetojnë këto, edhe përjetojnë çdo ditë, qoftë kushtet shëndetësore, qoftë arsimore, gjithçka tjetër. Shihemi të dielën tjetër në ora 16.